miratohet spari vendimi I cili përcakton masën, procedurat dhe rregullat për trajtimin ekonomik financiar për familjarët e punonjësve të policisë së shtetit të cilët kanë humbur jetën për shkak detyrës, si dhe për shpërblimi dhe mbështetjen që duhet të marrin të gjithë ato punonjës policie të cilët janë plagosur gjatë kryes së detyrës. Është një lajm I mirë për vetë faktin se në mënyrë shtërruese ky vendim trajton të gjithë elementet e nevojshëm si nga ndihma e menjëhershme që jepet në rastet ndaj familjarëve të punonjësve të policisë të rënë në krye detyrës, e cila shkon deri në 10 paga mujore bruto të punonjësit të ndjerë, më pas me pensionin familjar suplementar që përfitohet nga familjarët e punonjësit të policisë dhe bursa të plota arsimore si për sistemin para universitar ashtu edhe atë të lartë për fëmijët e punonjësve, si dhe gjithashtu punësimi me prioritet për familjarët e punonjësve të policisë të rënë në krye detyrës, por ajo çfarë është më e rëndësishme dhe që rregullohet në mënyrë shumë të detajuar përmes këtij vendimi është dhe banesat falas për familjarët duke përfshirë bashkëshortët dhe të miturit e punonjësve të rënë në krye detyrës, të cilët përfitojnë banesa të ndërtuara nga enti kombëtar I banesave apo ato që vijnë nga zbatimi I projekteve të monitoruar nga korporata investime shqiptare, si dhe banesa të cilat janë konfiskuar nga krimi organizuar dhe administrohen nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe konfiskuar. Edhe nëse administrojmë regjistrat e llogarive financiare në nivel deri në nivel komisariati, pa nuk ka shqetësime të tilla që ngrihen, përkundazi ka patur në raste të caktuara për shkak të vështirësive në punë dhe trajtim suplementar, pra shpërblime për punonjës policie të angazhuar në menaxhim të situatave të caktuara dhe nuk ka asnjë lloj pretendimi, kjo edhe I faktuar I dokumentuar për vonesa të orëve shtesë. Sigurisht në mënyrë kumulative ato mblidhen dhe administrohen dhe I ofrohen çdo punonjës I cili sipas gjithë proces verbale përkatës është dokumentuar që ka marrë pjesë në turne e shtesë, në angazhime për qëllime të ndryshme, kështu që nuk më rezulton në momentin që flasim të ketë diçka të tillë të qëndrueshme. Që nëse ka diçka që të gjithë duhet bien dakord, është që sjellja e policisë së shtetit, përgjatë gjithë këtyre ditëve që ka qenë protestat, me gjithë provokimet, me gjithë gurët e hedhur, me gjithë akuzat, me gjithë baltën, e bërë në çdo qosht, në çdo media, në çdo rrjet social, kudo që ka qenë hapësira e mundshme, sjellja në fakt ka qenë shembullore. Kurrë më parë nuk kemi parë një sjellje kaq të matur, duke ushtruar durim, vetëpërmbajtje, edhe ndonse u është dashur të përballen me dhunë fizike nga protestuesit caktuar.